Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Zotin, paqja qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që njehin këtë udhë drejt. Na boft Zoti edhe neve prej tyne ja Rabbel Alamin, prej tyne që ndjekin këtë udhë të drejtë, të pastër dhe fisnike. Ligjërata jo në radhës do t'jetë përçmimi i dunjas. Besimtar dhe besimtare dije se kur flet Kurani dhe Sunneti për përçmimin e dunjas, kjo do të thonë se flet për kohën e cila manifestohet me ditën dhe natën, të cilat rrotullohen një pas një deri në ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bërë ato të zëvendësohen në këtë formë për t'i përkujtuar njerëzit dhe për të falendëruar Allahun ata. Disa dietarë kanë thënë dita dhe nata janë depo, prandaj shikoni se me çfarë do t'i mbushni. Mujahidi rahimullah thot, çdo ditë thot o njeri, sot të kam ardhur dhe nuk do të kthehem përsëri. Prandaj shiko mirë se çfarë do të bësh në këtë ditë, sepse kur të përfundojë dhe të mbyllet, do të voloset dhe nuk do të hapet derisa të gjykojë Allahu në ditën e Kiametit. Disa kanë thënë se dynjaja është rruga për në xhenet ose xhehenem, kurse dita dhe nata malli dhe tregu i njeriut, pra koha që nga kapitali kryesor i njeriut. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, kur thot subhanallahi wa bihamdihi, pra kush thot subhanallahi wa bihamdihi, i lavdëruar qoftë Allahu, i mbillet një palë në xhenet e përcjell pra Tirmidhiu, Ibn Hibani dhe Hakimi. Shiko se sa palma të xhenetit ke humbur me orët e humbura. Kur qëndronin për shumë kohë njerëzit të disa të devotshëm, ata u thonin, a nuk doni të ngriheni, dielli ecën dhe nuk dalet. Një dietar i kanë thënë, ndalu pak të flasim. Pra një dietar i kanë thënë, mu nal dhe me fol. Ai është përgjigju atyre, ndale diellin. Përçmimi i dunjas nuk ka të bëjë me vendin e dunjas, tokën ose kodrat, detet, lumejt dhe xehet, sepse të gjitha këto janë begatitë e Allahut, që sjellin përfitime, mësime dhe argumente për njohurinë e krijuesit, për fuqinë dhe madhështinë e tij, por se përçmimi ka të bëjë me veprat e njerëzve në këtë dunjë, sepse shumica e veprave të njeriu ndodhen në atë formë që s'kan fund të mirë, sikurse na tregon Allahu Teala, i'lamu أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ونفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الغيث أعجب الكفر نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ju njerëz, dijeni se jeta kësaj bote nuk është tjetër vetëm se lojë, kalim kohë në argëtim, stoli, krenari, mesjush dhe përpjekje në shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve, e që është si shembulli një shiu prej të cilit bima i habit buqit e pastaj e thahet dhe e shetë të verdh, mandej bëhet e thyre, lomitur, e në botën tjetër është dënim i rënd, por dhe falje me katësh dhe dhurim kënaqësie nga Allahu. Pra jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se një përjetim mashtrues. Njerëzit në dunjë ndohen në dy kategori. Një, ata që mohuan se njerëzit kanë edhe një vend tjetër ku do të shpërblehen dhe do të ndëshkohen. Për këta njerëz Allahu subhanahu wa ta'ala thot, innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa raddu bil hayati ad-dunya wa tamma'anu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nuru bima kanu yaksibun. Ata që nuk presin takimin tonë, që janë të kënaqur me jetën e dunjas dhe kanë gjetur prehjen e të, dhe ata që janë indiferent ndaj argumenteve tona, vendi për të tillët është zjarri për shkak të asaj që punuan.
Ata kanë breng kryesore kënaqjen në dunja dhe shfrytëzimin e çdo kënaqësie të dunjas para vdekjes. Walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am wan naru mathwal lahum. Ata që nuk besuan përjetojnë kënaqësinë në këtë jetë dhe hanë ashtu si hanë kafshët e nëmpra. E vendi tyre është zjarri. Surja pra Muhammed ajeti 12. 2. Ata që pranojnë se ka dhe një vendbanim tjetër pas vdekjes ku do të shpërblehen dhe do të ndëshkohen, ata ndjekin pejgambert. Edhe kjo kategori njerëzish ndahen në 3 lloje: mizor ndaj vetvetes, mesatar dhe i pari në vepra të mira. Mizor ndaj vetvetes, kjo kategori janë shumica e njerëzve. Shumica e tyre janë të dhënë pas të mirave të dunjas dhe stolive, pra stolive të saj. Ata munduan t'i fitojnë në çdo mënyrë dhe t'i shfrytëzojnë si nuk duhet. Te këta njerëz dunjaja është bërë prekupimi i tyre më i madh. Ata kënaqen me dunja, hidhrohen me dunja, miqsojnë për dunja, armiqsojnë për dunja. Këta njerëz janë të dhënë pas lozjes, argëtimit dhe stolive, edhe pse besojnë në ahiret me një besim të përgjithshëm, mirë po nuk e kanë kuptuar qëllimin e dunjas dhe se është një stacion i pajisjes me zahire për jetën e mëtejshme. Mesataria ose mesatari është ai që fiton dunjan me halal, i kryen detyrat dhe pasurinë që i tepron e shfrytëzon për të kënaqur me të mirat e dunjas. Këta njerëz nuk dënohen për këtë gjë, mirë po pakson shpërblimin, siç ka thënë Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, po të mos ishin paksuar të mirat, do të bashkangjitasha në jetën tuaj të njohur. Mirë po kam dëgjuar Allahun subhanahu wa taala duke qërtuar disa njerëz duke u thënë: "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma تجزون عذاب الهن بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون." Ju i shfrytëzuat të mirat në jetën e dunjas dhe i përjetuat ato, sot për shkak se keni bërë mendjemallësi në tokë, pa të drejtë dhe për shkak se nuk respektuat urdhat e Zotit, do të shpërbleheni me një dënim nënçmues. Surja Ahqaf ajeti 20. I pari në veprat e mira është ai që e ka kuptuar qëllimin e dunjas dhe ka vepruar sipas tij. Ai e ka kuptuar se Allahu i ka sjell besimtarët në këtë vendbanim për t'i sprovuar kush do të veprojë më mirë, siç na tregon Allahu Teala: "Inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Surja Kehf pra ajeti 7. Gjithçka që është mbi tokë ne e bëm stoli të saj për t'i provuar ata se cili prej tyre do të jetë më vepër mirë. Domethënë të jem asket ndaj dunjas dhe ta dëshiroj ahiretin. Pastaj vazhdoi dhe tha: "Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza." Ne kemi për ta bërë gjithçka që është mbi të dhe pa bim, shkatrojmë çdo gjelbrim. Surja Kehf ajeti 8. Këta njerëz mjaftuan nga dunjaja me ato që mjaftuat udhëtari për udhëtimin e tij. Sikur se ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Ç'kam unë me dunjan? Unë në dunja jam si një udhëtar, pra, një udhëtar që i cili pra është ulur në një hijet, një pemë për të pushuar, pastaj ngrihet e vazhdon udhëtimin." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu duke i thënë: "Ji në dunja si jabanxhi apo kalimtar rasti." Ky njeri në çastin kur vendos të shfrytëzoj dunjan për të kënaqur epshet me halal, për të forcuar në adhurim ndaj Allahut, dhe ky epshi vetë i shndrohet në vepra për të cilat shfrytëzohet, sikur se ka thënë Muadh ibn Jabeli radhiyallahu anhu: "Shpresoj që shpërblim për gjumin tim ashtu sikur se shpresoj shpërblim për qëndrimin tim në këmbë dhe në namaz natë." Said ibn Jubair rahimullah thotë: "Kënaqësia e rrejshme mos ju mashtrojnë nga kërkimi i ahiretit, e ajo që nuk të mashtron nga ahireti nuk është kënaqësi e rrejshme, por kënaqësi e cila të çon tek ajo që është më e mirë." Yahya ibn Muadh radhiyallahu anhu thotë: Si mos ta dua dunjan, kur aty fitoj kafshatën me cilën e fitoj jetën dhe aty adhuroj Allahun gjë me cilën fitoj xhenetin. Ebu Safwan Raini e kanë pyetur një herë cila është ajo dunja të cilën përshmon Allahu Teala në Kur'an dhe që njeriu i mençur duhet largohet prej saj. Ai u përgjigj duke thënë:
Çdo gjë që bën në dynja me qëllim që të fitosh dynjan, ajo është e qertuar. Kurse çdo gjë që bën në dynja për të fituar ahiretin, ajo nuk është e qertuar. Hasan al-Basriu rahimullah thot, sa shtëpi e mirë është dynjaja për besimtarin. Aty punon pak dhe merr nozullin për në xhenet. Kurse sa shtëpi e keq është dynjaja për qafirin dhe munafikin, aty humb netët dhe i bëhen nozull për në xhehenem, Zoti na ruaj. Aun ibn Abdullah thot, dynjaja dhe ahireti në zemër janë si krahët e peshues, nëse rëndon njëra lehtësohet tjetra. Dynjaja dhe ahireti janë si njeriu që ka dy gra, thot Vehb ibn Munebihu. Pra, dynjaja dhe ahireti janë si njeriu që ka dy gra, nëse pajtohet njëra hidhrohet tjetra. Ebu Darda radiallahu anhu thot, nëse me betoheni për ndonjë njeri se është me asketi për jush, unë do t'ju betohem pse ai është me i mirë në mesin tuaj. Dikush i tha disa tabinëve, ndoshta ju bëni vepra më shumë se shokët e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Mirë po ata kanë qenë më të mirë se ju, sepse ata kanë qenë me asket se ju ndaj dunjas. Prandaj besimtarë dhe besimtare përshmimi i dunjas pra është ajo që robi duhet me punu në këtë dunja, jo me mendu se ka me jetu në këtë dunja për gjithmonë, po të punojnë këtë dunja dhe ta dinë se një ditë do të takohet me Allahun te bareke ve taala dhe do të shikohet në peshurën e tij se sa ka vepra të mira, do të nuhen pranë mizan peshurë punët e tij. E kush ka bën të mirë, që peshon sa grimca ato ka me gjetë, e çai që punojnë një të keq që peshon sa grimca prap, atë do ta gjej. Lusim Allahun Teala që të na fal ne të gjithëve dhe të na udhëzoj e drejtoj në sirat al-mustaqim, në udhën e drejtë. Të udhëzoj dhe të drejtoj njerëzit të cilët kanë devijuar nga rruga dhe kanë shtrembëruar drejtimin e vet, dhe t'i falë dhe mshiroj të gjithë i madhi Zot, amin, e gjmajin, salihin, siddiqin, shuhada, inshallah dhe neve në banë bejtilve, e kulu kauli hadha, wa astagfirullah li, wa likum, wa astagfiruhu, innehu hu el gafur rahim, assalamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh.